Mirë mbrëma. Po, jo. Thjesht mirë mbrëma. Kujdes. Pa manual gang. Kujdes. E di kush është gjëja më e mirë që ka ndodhur këtë muajin e fundit Gjesi dhe Megli? E rrego më shumë? A mund ta them? Po, Patjetër që lutem më suportoni me shumë entuziazëm se meriton entuziazëm. Mua dhe Meglit më janë dobësuar krahët. O zoti ma! Po, ne i shohim live, por kur ta hapi këtë episodin në YouTube, unë jam shumë e sigurt që do kthehem në mos nxjerrjen e krahëve më. Jo, ju premtojmë që janë më të dobët thjesht kamera nuk bën drejtësi. Domethënë nuk e nxjerr kamera, unë i kam mbuluar, po janë dobësuar. Dhe nëse po pyesni se kush ishte sekreti dhe çfarë duhet të sakrifikonin gocat që të kishin kamë të dobët, është që ndoshta isha unë. Po, shumë kemi bërë një rreth, kemi futur Gjesin mes, kemi kryuar këngë, edhe tani gjithë shtetin tonë merr Gjesi. Gjesi ka vënë vendos Gjesi bark, po Gjesi vendos dhe byth dhe është tjetër muhabet pastaj ky dhe ups, nëse. Unë do thoja që sekreti ishte mbyllja e gojës Gjesi. Mbyllja e gojës. Mbyllja e gojës. Si është mësoni pak ju lutem. Mbyllja e gojës. Mësoni pak ta mbyll. Jemi ne të duhur ata mëson. Gocam. Çfarë do ha? Të flas. Ajo ishte pyetja e parë, po pyetjen e parë nuk kemi kurr. Pyetja e dytë është çfarë do flasim sot? Do flasim për një temë Të në cilën unë jam kategorikisht kundër dhe e di që do zdihem me Meglin, do debatoj me Meglin. Unë kam heq dorë nga debatet. Po, unë po kam heq dorë nga debatet, bëni çfarë të doni, çfarë t'ju ndjej e bardha zemra. Ose. Ideja është që ne këtu jemi për të diskutuar. Përveç se ti nuk e do debatin, jam e sigurt që mund vazhdoni të zjeni, unë them, po jo se me atë ndaj gjysmë vendimi. Gjysmë vendimi jemi gati njësoj për deri në sezon do rrifemi. Po. Mirë, do flasim për Friends with Benefits. Unë me statistikat që kam në mendje, që kam parë vetë, që kam studiuar vetë. Okay. Unë mendoj statistika që kam nxjerr vetë në shtëpi. Okay. Nga shtëpia. Unë mendoj që në Tiranë ka më shumë marrëdhënie Friends with Benefits se sa marrëdhënie serioze, se sa lidhje serioze. Gabim. Pse? Sepse ka më shumë situationship se sa Friends with Benefits. Më falni për ne ignorantët e këtyre punëve, nga ndryshon situationship nga Friends with Benefits? Situationship është që ti mendon që ndoshta je lidhur, ai ndoshta s'është i lidhur me ty. Mbam atë gocën. Njëri nuk e di që kishte unazën dhe kishte 4 muaj lidhur. Ajo ishte në situationship, ajo s'kishte asnjë lloj shenjë lidhje, ai ishte single. Kurse Friends with Benefits ju të dy ulini dhe thoni, ne të dy shkojmë shumë mirë bashkë, seksi është shumë i mirë, po unë nuk të shikoj ty si material marrëdhënie, të kam shok, të kam vlla. Jo të kam vlla. Fal, të kam shok. Edhe ndan kështu, kurse situationships është që njëri mund të jetë shumë i qartë, tjetri mund të mendojë që është i lidhur dhe kështu kalon në konfuzion edhe nuk është një gjë. Unë realisht e thënë me sinqeritetin më të madh, mendoj që Friends with Benefits është budalliku më i madh i dating në kohëve moderne. Pse? Realisht, domethënë për mua Friends with Benefits është thjesht ti nuk do t'i vendosësh një emër, ti nuk do të marrësh përgjegjësi për atë gjën që ti do të bësh seks me këtë njeriu, të pëlqen marrëdhënia me këtë njeriu, po ti nuk do lidhje. Edhe i vë atë tagun Friends with Benefits për ta lehtësuar, se krijon ti ndjenja më mbrapa, se fillon bëhesh xheloz. Po ti e merr për sipër, me për sipër, ajo është risku. Unë situationships më duket gjëja më budallik në kohët moderne, po Friends with Benefits kur të dy jeni dakord dhe e flisni. Nuk mendoj që ka problem. Sa ndodh kjo që të dy gjatë gjithë kohës, në nisje Gjesi, po gjatë rrugës, seriozisht asnjëri nga këta të dy nuk fillon të krijojë ndjenja në këtë lidhjen Friends with Benefits, më duket realisht gati e pamundur që të mos krijohet ndjenja. Po mendoj që pëlqen ai si tip për shembull. Po si mund të bësh seks me një Po të pëlqen seksi, je 28 vjeç, mendon që ke të drejtë të pëlqej seksi me dikë, po e shef që ky personi s'është për lidhje. Se rrin vetëm për marrëdhënie seksuale. Po Friends with Benefits ajo është, nuk del në date. Situationship të del në date. Ti ke benefitet, pra ke seksin aty, po ke edhe friend, pra nuk ka atë pjesë, se ka sa njerëz që përfitojnë nga ky term, thjesht bën seks shumë mirë kjo dhe hajde se po quhemi Friends with Benefits. Ndërkohë kjo ka dhe tagrin shok, pra ti me këtë tipin ke marrëdhënie, diskuton, flet, nuk i debaton, nuk i bën ghost, po. Duket shumë e çuditshme kur ti thua me këtë shokun e merr për kafe, domethënë e ke dhe friend, po e ke dhe me benefit. Domethënë si më trego pak për këtë momentin, domethënë si është të kesh një shok me benefit.
benefite, si e merr në telefon ti për atë për shembull dhe i thua, dëgjoj X, do dalim pim një kafe dhe pastaj pasi pini kafe i fusni dhe një Nuk mendoj Si që funksionon kjo gjëja? zakonisht nuk është që ndodh gjithmonë, është ndodh në Jo, për zotin është pyetje shumë e sinqert. sinqert s'është pyetje me ironi. Si ndodh kjo? E sinqert do ishte jam konfuze ta kuptoj. Mirë pra, mos u merrni me këtë. Merrni me idenë që ju thoni kemi shok me benefite, vajzat kanë shok me benefite dhe është dhe shok. Ti ke dhe besim, po ke dhe qejf të dalësh. Po ti ule dhe dëgjon atë, ai ka qenë në date, ti e dëgjon ai tregon për datein. Po ti seks nuk bën sa ardin kafe, seks mund ndodhi një herë në sa kur një shok në nevojë të vjen, si thot, një shok kur ke nevojë të gjendet në rrezik e në nevojë, shoku ta ndihmoj. Në këto raste. Varet, do me thënë, u mendoj në opinionin tim që te friends with benefits, ti ke shok, po nuk mendoj që du t'i tregosh çdo gjë për jetën tënde intime. Nuk je detyruar të thuash. Nuk je detyruar, po, edhe nuk është mirë për situatën që ta tregosh, në opinionin tim. Do bëhet xheloze ti nëse ai do të thonë. Kjo nuk do mbante kurrë një friends with benefits. Po egoja shumë e gjitha, po. E dim. E kemi kuptuar në këtë sezon. Po, unë mendoj që friends with benefits funksionon vetëm nëse ti vendos ca rregulla që në fillim fare. Kush janë këto rregullat? Kemi dhe një histori më vonë që i ka përshkruar pak a shumë rregullat, po që janë duhet për shembull të vendosen të dyja palët dhe të jenë të dy dakord. Se për shembull Megli tha që ti nuk del në date. Okej, desha s'del në date mund dalësh diku thjesht për një darkë si shok. Dhe pas darkës. Po pritani, ti e qon friends with benefits këtë njeriu, do të thënë që ta kuptoj si e kupton ti, që ta di ai minut që do të thënë ky njeriu është pjesë e rrethit tënd shoqëror dhe ju vendosni apo ky njeriu s'është fare shoku jot? Ja. Po çu pa. Në opinionin tim nuk mendoj, një sekond, nuk mendoj që është pjesë e rrethit shoqëror, ti këtë e ke njohur në thana të tjera. Edhe çfarë theu, këtë do ta kem shok, ky duket fiksi material që mund ta kem shok në kush. Jo, po mendoj që kjo vjen ndoshta si fillim nga dëshira seksuale që kanë të dy për njëri tjetrin dhe pastaj të dy mendoj unë që ndoshta e dinë që nuk janë të përshtatshëm për njëri tjetrin, jeta, puna, ndoshta për shembull ti atë person duket shumë i mirë si person, si shok, si thjesht për seks, po nuk e mendon si për shembull më marr shembull. Babai në ëndrave. Babai në fëmijëve. Këtu më shumë. Babai në ëndrave. Babai në fëmijëve të tu. Okej, miri. Unë mendoj që kjo hyn te situationship, se friends with benefits mendoj që ne jemi në një rreth shoqëror, mund të ketë ndodhur një natë që keni pi edhe thua okay, unë ty të njoh, ti më njeh, ne nuk kemi për këtë punë, po mund të aty si një po varet që të mos keni fare commitment, asnjë lloj detyrimi përkundrejt njëri tjetrit. Po ta ke shok, kurse ajo që thot ajo ti e njeh në klub edhe vendos se ti je. Nuk po them në klub, shiko, ideja është situationship, ai e di që do të lidhet, ti nuk e di që ai nuk do të lidhet. Në friends with benefits, të dy ju keni folur dhe keni ndarë që këto janë gjërat, kjo është situata, o do rrim kështu, o do rrim. Në shkruhet në një gjë apo është gojarisht? Gojarisht. Çdo gjë gojarisht. Se ka shumë legjitime pra. Po nëse është situationship edhe ai e di që nuk do lidhje dhe tul dhe ty dhe thot që unë nuk dua lidhje, ç'a ndodh nga situationship? Kalon. Në friends with benefits. Kalon se ti flet me atë, diskuton, domethënë çdo gjë. Unë mendoj që friends with benefits është më pak epizodi më konfuz. Mendoj që është më pak se lidhje, por shumë se thjesht shok. Po shumë pak se lidhje. Dhe e thënë me fjalë të tjera, e gjitha kjo që ju përshkruani, për mua në veshin tim vjen frikë nga marrja e përgjegjësisë. Kaq punë. Jo, më është dëshirë, jeni në një fazë të tënde që s'do të kesh lidhje, po ajo më streson që e ngatron se nëse ti me friends with benefits nuk flet për ditë. Jo, për ditë jo, po ama kur flet, domethënë, është që ti nuk i bën ghost. Ju e dini që nuk është se ke për detyrim ta pyesësh ku je, ç'a bën, në mirë llogari etj. Nuk keni asnjë lloj detyrimi të tillë kundër njëri tjetrit, edhe pse në opinionin tim friends with benefits mund të jetë vetëm për njëri tjetrin, pra pa pasur marrëdhënie të tjera pezu. Si çeka kjo? Një sekondë, motor. Ti atëherë bie friends with benefits, po ekskluziv. Po s'ka sens. S'ka sens. Shiko, të dy palët nuk duan
njerëz të O tjerë. Gjesi të lutem. Come on, le të mos e promovojmë këtë gjë tash. Friends with benefits ekskluziv. Jo, ishim Jo, shumë ka okay diçka. te fakti që je në një fazë tjetër tënde që nuk do commitment dhe nuk ke kohë dhe ke këtë personin që e Po, ke po. friends with benefits, po tani unë s'mund t'i them atit, unë nuk dua lidhje, po ti se mos del me tjera se Jo, unë kam atë aspekt, po për shembull, Në ç'aspekt ti në e friends kishte? with benefits ke marrëdhënie seksuale, dhe unë për shembull do të shoh me dikë që ka është aktiv seksualisht me të tjera njëkohësisht. Nuk do. No, jo. gjëma Po dua. mos e bëj. Jo, nuk do. Mos e bëj. Prandaj po friends with them, po jo pra, këto gjëra vendosen që në fillim të gjës. Nuk është se ti thjesht Po e vdek me kjo lloj marrëdhënie do shkojnë lidhje. Që sa ai nuk besoj? tako ka do të njerëz tjerë. Po domethënë ai nuk pas ka qef fare. Që mos shko kanë lidhje. Do ai rrin vetëm me ty. 2 vjet friends with benefits dhe prap nuk lidhen. Nuk ka shifre. asnjë lloj pëlqimi, nuk ekziston. Më varet nga njerëzit, se për shembull, unë tani nuk kam një friends with benefits, po jam në periudhën që nuk dua të kem një lidhje. Jo se s'dua, po thjesht mendoj që nuk ka ndonjë përshtatshëm momentalisht për Se ke mua. njohur ende. Se kam njohur ende. Dhe për shembull, kjo është një arsye sepse dikush do donte të kishte friends with benefits, nuk ka Pa, kohë, nuk ka mendon që nerva, nuk nëse ka ti- gjëra, do të ish angazhimin. Nëse ti bësh ekskluzive me këtë personin në friends with benefits, a nuk mendon që do të pengoj të njohësh dikë tjetër Jo. se do Jo se unë mendoj për shkak nëse unë do të njoh, nëse jam në një marrëdhënie friends with benefits dhe njoh dikë që unë mendoj që ka prirje për një lidhje serioze, e bëj pauzë friends with benefits, se vazhdoj do ja thush atit që kam Jo, ato se Duhet- them. Ato se them. Më dua. I bëj pauzë, i bëj pauzë. Pse qesh ne? Nuk është pauzë me Pra kjo është gjë më egoiste. pse? As do lidhje ky zotëria. Po si? Po ti as do she ti lidhje. Doja me atë. Po dhe ti domethënë ti je mjeti im. Publiku, a kemi një publik? A jeni Ti je mjeti im, unë ty do të përdor pra nuk është shkosa më mjet, nuk duhesh, është po mjet. mjetesh për gjëra që do mjetesh dhe pastaj kur unë gjej një tjetër. Është përbashkët. Po jo, se nuk është vetëm seksuale kjo gjëja, është edhe Patjetër që po. për të përmbushur nevojat e tua emocionale së Patjetër, njeriu, po s'është vetëm fizike. Po është mjeti im, jam dhënë mjeti atij për të dyja. Po ti po gjete një tjetër, ti thu bani e mbylla unë me ty. Mendoj një se do bënte edhe ai, ndoshta. Po pra po, ndoshta mund t'ja thuash që kam njohur dikë. Kupton, aty thjesht largohesh, pas 5 muajsh rrithesh prapë çfarë kam bërë, kam parë qiellin. Falni. A nuk mendoni ju që kjo ndikon në stabilitetin emocional tuaj si njeri? Po kush po ka stabilitet emocional këto ditë? Kush ka pasur? Jo, realisht se Kush të ka kalosh, pasur të kemi të ne? kalosh kaq shumë gjëra brenda një marrëdhënie që nuk e quan dot as lidhje. Po nuk e di as çfarë ti kërkosh, po nuk e di as ti kërkosh llogari. Pastaj ti një Jo, vit po tjetër kthehesh te ky. Më duket ti duhet të shumë jesh shumë e qartë me veten tënde dhe prandaj ja thua dhe atit që të qartësohet dhe ai dhe nëse ai vjen me kërkesa të reja, ai kujton që në fillim ti ke qenë shumë e qartë dhe ai ka pranuar. Ky është fjalimi që ndodh. Ky është fjalimi që ndodh. Ky është fjalimi që Mirë, ndodh. shiko, Kjo kam sinqerisht. Ka një pjesë që është mua- vërtet që mua thotë. më duket realisht sfilitse nga ana emocionale që ti bësh këtë gjë në vetes tënde dhe të kalosh në tilla marrëdhënie që nuk janë marrëdhënie fikse dhe më duket angazhim shumë i madh, Po më jo, duket ti nuk angazhim është më të i madh se ndryshon do të duhet të friends with ishte në lidhje. benefits. Zakonisht ke vetëm, me thënë mund të jetë një njeri Po, që nuk është është se ti ke rutinë që ke disa Po. friends with benefits. Është Se thjesht nëse një. do Për kesh çfarë një ky do friend- jesh një tjetër të Po jo, po ti e s'është ke thjesht. atë, nëse do gjesh një tjetër do jetë për diçka tjetër. Po, Ky do jetë është aty, aty, po. ongoing, stand by. Se di, nuk e di. Jo, megjithse Blerta në një aspekt ka të drejtë sepse kjo ka risqje për si marrëdhënie. Ndoshta ka Ose njerëz që shumë vendosen rrallë të që dy, të dy mos pa, kenë ndjenjë, mos krijojnë ndjenje, po. Ose për shembull, ne kemi një histori që një vajzë na ka thënë që kishin krijuar disa rregulla, në momentin që një rregull cënohej, uleshin diskutonin që ç'do bëjmë, e kupton? Sa të matur. Për zotin e madh, duke më falë se më vjen për qeshur, po uleshin sa herë thyej ky rregulli si në një nuk lojë ishin kështu, kështu, po, bam, thjesht e vjen diskutojnë. njoftimi. Uluni aty dhe shiko, u thyej ky rregull, si do të thonë? Më duket shpatikisht kështu, po thjesht e diskuton që shikon ne kemi lënë këto gjëra për të bërë për lidhjen tonë dhe lidhjen, Edhe marrëdhënien pastaj tonë. janë kohë njerëzit që nuk gjejnë çuna dhe goca. Sot çuna dhe Jo, gocat unë janë mendoj- të lidhur Shiko, në unë këto lloj mendoj forma. që në Ndoshta
ndoshta 26 në Tiranë, është më mirë të kesh një friends with benefits që të dy keni vendosur dhe jeni koshient çfarë marrëdhënie keni, sa një lidhje që është lidhje dhe në fund fare del që jo pa ai nuk është dakord, jo po është thjesht situationship, jo po unë akoma me ishin i fiksuar, jo po me 100 gjëra të tjera. Vajza mos u dil apo i demoralizoni. Ndoshta partneri juaj ideal është duke listuar rregullat e lojës friends with benefits me dikë që nuk e meriton. Dhe duhet ta shpëtosh, bëhu gati. Si për herë, ne kemi marrë opinionet e gocave në Instagram, të cilat prap dua t'ju them që jeni një komunitet fantastik, se për çdo temë keni nga një histori shumë të bukur dhe opinione shumë vlefshme për t'u ndarë. Dhe shkruaj shumë bukur mbi të gjitha. Po, Jetojnë mbi të gjitha, jetojnë jetën gocat tona. Patjetër, kanë histori, se ishte ky treshe për ne tre, me si kalove te festa në Kosovë, Gjesi, çfarë bëre deri në orën 9 në Komunitet cilësar. Atëherë, një çun pas disa kohësh që po flisnim, më pyeti nëse mund të ishim friends with benefits. Shkurt fare e pyeta, kush është benefiti im? Lekët, se ato i kisha, punoja në një super punë. Shoqëria, shoqë kisha boll. Çfarë benefiti do më jepte mua ai? Atë kohë doja një lidhje dhe nuk doja të nisja diçka që e dija që mund të përfundonte me ndjenja vetëm nga ana ime. Një gocë me mend në kokë. Po, qëndron. Më pëlqen. Thjesht janë sa s'ka qenë atë fazë tjetër, sa ai ka qenë. Ka dashur vetëm aq. Komunikimi është çelësi ka thënë Blerta. Dhe po mirë, e ka pyetur bukur, kush është benefiti im? Se shoh me benefite. Ja them. Imagjino ato të kenë kryer marrëdhënie bashkë dhe ato të kush benefiti im dhe ai ego maskullor të s'ka qenë se ke marr ndonjëherë benefitin. Se ke marrë benefitin. Si ke benefiti? Është një benefit më në 2026. Vërtet është. AI Androidët kanë evoluar. Se nuk është benefit në 2026-ën, që të gjesh një njerëz tamam në të dy kuptimet. Po flisnim për tamamin. Po pra, tamamin tjetër. Se janë gjithë mjaftueshëm tamam. Po varet a vjen ai benefiti me peace of mind apo vjen benefit të rroft, benefiti edhe është cop nga të tjerë. Po, temë gjatë kjo, unë them kalojmë te letra. Kam qenë me një çun friends with benefits, kishim 3 rregulla. 1, të tjerët nuk duhet ta dinin që ishim më shumë se shok. 2, nuk do kishte puthje, përqafime, afeksion në asnjë vend publik, përveç në ambiente private, që do ishim vetëm ne të dy. Dhe 3, nëse njëri nga ne do krijonte ndjenja, do e flisim. Në një pikë, të dy kryam ndjenja, për njëri tjetrin do u larguam, vazhdo me jetën tona. Ndoshta kishim frikë se mos prishej edhe ajo që kishim. Kjo fjalia e fundit është ajo që nuk kam për ta kuptuar kurrë dhe gocat nuk do t'i kuptoj kurrë. Domethënë sepse duhet largohesh ti nga një marrëdhënie që ju të dy filluat të krijonit ndjenja dhe pse ishte nisi si friends with benefits. Po a krijuan të dy ndjenja, pse duhet largohesh? Po ai ndoshta s'ka qenë material për lidhje. Po, ose kjo varet si mund të qenë për të dy. Ai mund të ketë qenë një çon që rrin në loto gjithë ditën edhe hante fara për shembull. Kjo ka pas ambicie, ka dash diçka tjetër. Ndonjëherë thjesht sa shpejt gjetë justifikimin, my femër. Gjet justifikime për vete, për ty. A doni ju nga shtëpia që të largoheni nga dikush? Më shkruani. A nuk duhet të kesh standard për të zgjedhur një shok me benefite? Pra nuk duhet të kesh një benefit pra standardi. Standard për atë çunin që po zgjedh si shok me benefite. Po varet si qëllon gocave, se se nëse ai është një njerëz që për shembull e zëm se lumbi gjoz, ha fara, si mund të jetë ai, si mund ta imagjinosh ti si për te. Po ka motor dhe është i gjatë. Po, është i gjatë, është 3 herë. Pra standardi është kaq poshtë që një çun duhet të jetë thjesht i gjatë që ti të shkosh Nuku? Jo, pra, i pastër, i pashëm, të ketë dhëmë të bukra. Mos pash letë e mia. Letë veta janë për loto, ti bëj çfarë do. Okej, vajzam. Okej, më ndihmoni. Kam qenë. Nuk mundem more në këtë treshe, nuk mundem. Gjithmonë njëri në treshe nuk mundet më. Gjithmonë është njëri që thot stop. Kam qenë me një gocë për 3 vite në një marrëdhënie me benefite. Kur u lidha në fillim, sa isha ndar nga ajo lidhja e parë demek dashuria e jetës dhe nuk doja asgjë serioze. Një situatë kështu e kishte edhe ajo goca. Pas disa kohësh nisa ta doja, por kisha frikë t'ia thoja se mos e humbisja, ajo kuptoi dhe më la. Gjina, se një merrni këto letrat. Gjina, se një merrni nga telefoni nga vetë çfarë nuk ju tregojmë më. Sa seriozisht i bien letrat, nuk i caktojnë përpara. Tani ajo goca s'ka faj, unë të kam bezdiu valla ma acaron shumë. Kur ti ja bën qartë dikujt në fillim,
Megli, fol Megli. Shpreu, nga të rojnë gjërë, atë dhe ngjiten. Askush nuk tha që ky çuni u ngjit. Kam përshtypjen që dhe goca mos ndoshta jep në një mixed, sinjale mix për shembull ndonjëherë kjo. Goca është risku, kjo goca këtu, mos ndoshta jep sinjale mix edhe ai çuni ndoshta nuk e kupton. Po kjo goca që ka tipin ongoing. Kjo goca, kështu e ka. Okej, fajin e ka. Kush ka shkruar kjo apo kjo ky për këtë? Whatever. Unë në këto tema jam tulem edhe të dëgjoj, domethënë dua ta hap bagazhin. Ti si unë të emisionit Denisit. Që vulesh paktën ti bën për qeshur. Unë qesh, edhe ti po qesh këtu, shikon. Do iki dhe unë domethënë. Jo. Oa, e çuditshme Blerta nga fundi sezonit po bën për qeshur, nuk e di pse. E por episodi 4. Mos do vdesim, kanai, si jemi. Ai më kishte qef në fillim, por unë e futa në friend zone dhe qëndruam si shok të ngushtë për rreth 5-6 vite. Një ditë të bukur thjesht bëm seks nga shok të ngushtë, gjëja kaloi në shok me benefite. Një ditë të bukur. Gjatë kësaj kohe kuptova që mund të kisha krijuar ndjenja, sepse më acaronte fakti që nuk mund të kisha diçka më shumë se aq. Bënim të dy si të shkathët, tërhiqem ose kput, derisa pas 7 muajsh u lidhëm. Kemi 9 vite bashkë dhe sot jemi të martuar! Të me them morali i historisë është kujdes nga ditët e bukura. Sa më me diell dhe e bukur të jetë dita, kujdes. Një ditë të bukur tha ajo, u zgjova, pash diell. 9 vite bashkë martuar. Po shikoj se është e bukur këtë loja që tërhiqem ose kput. Por ju nga ekrani nuk duhet të motivoheni nga kjo historia e fundit me shpresën se do martoheni me ato që jeni friends with benefits. Nuk janë shumë të shpeshta historitë që dy friends with benefits përfundojnë në martesë. Ai e ka pas qef që në fillim, po kjo e ka bë friend zone. Kjo e ka pas sigurt atë, thjesht ka lënë edhe kjo stand. Tani varet se 5 vite shok lodhë tjetri duke pritur. Pra, po të pati qef. Ne jemi ato që kryesisht ja vendosin fajin vajzave që në një marrëdhënie me benefite ato mund të krijojnë ndjenja të parat. Po mirë, çunat nga natyra janë shumë territorial. Në një marrëdhënie me benefite, një çun, a nuk fillon të bëhet xheloz ose të filloj të mendoj për shembull prit mos ndoshta ti po takon dikë tjetër, se unë jam e bindur që kjo gjë ndodh. Si mund të funksionojë për çunat një marrëdhënie me benefite? Fillon që të shkeme të... Se unë mendoj që për çunat duhet ishte më shumë fuck and go edhe hajt shnet, sesa marrëdhënie me benefite për çunat. Çunat shqiptar kanë atë mentalitetin që femra është e imja, edhe pse janë vetë të parë që duan dhe i propozojnë friends with benefits, prapë janë vetë të parë që bëhen xheloz dhe ti e shoku, do të rikujtoj çfarë kërkova para të argëtuese, derisa të plasi. Argëtuese është gjithmonë fillim, je xheloz, po kush është xheloz? Xheloz. Do e blerë atë? Je xheloz ti re. Si je xheloz? Po varet se nëse është blerë ta thye pak mollopup. Mollopup. Nëse është mollopup, i thu pusho mos fol shumë. Tani nuk s'është mollopup. Ja. Nuk mund të jesh shok me benefite me një mollopup. Jam shumë dakord. Se një mollopup nuk ta prit se nuk mund ta them atë fjalën. Nuk të të bën që të zgjidhësh shok me benefite. Jesse thot flet për marrëdhënie me benefite, po një tip si unë edhe si Jesse nuk do rrinin kurr dot në një marrëdhënie me benefite. Ajo e tha dhe vet në fakt. Unë dua marrëdhënie me benefite, por ekskluzive. Sepse ti fillon, domethënë me tip ti fillon të kërkon llogarim ose jo llogari si ajo që kërkon Jesse. Po ka ndonjë interesuar. Ku je, çfarë po atë thash, nëse kalon që ti thuash ekskluzive, atëherë është më shumë se friends with benefits. Se janë femrat kështu, më kush i kupton këtë gjë? Është shumë komplikuar. Ne jemi pa manual, por ne realisht deri tani shpresoj të kishim shkruar një libër, një manual se si të kuptosh vajza. Po gjën dritë në çdo episod, ne nisim me një mindset dhe në fund jemi pa i zotin levar. Unë mendoj që diç kemi bër me këtë podcast. Diç kemi bër, shpresoj. Për të tjerë shpresoj për veten. Çunat. Domethënë pra tash ne ndjekim, ju kemi dhënë një pamje paksa më të qartë se si. Pra nëse je një djalë, kam dhënë pyetje fundit para sa mbyllim. Migli, a e prezanton ti këtë shokun tënd me benefite të shoqëria dhe nëse po, si e prezanton ti një shok me benefite? Po ndoshta ai mund të jetë pjesë e shoqërisë. Për shembull, mund të jetë pjesë e shoqërisë edhe thjesht
është ongoing, por nëse I them ky është shoku im filani. Është një shoku im. Është një qesh. Edhe I shkruaj aty mirë boll qeshë, mos rri shumë tash. I këta shone si I shtëpisë. Shoqet e tua dhe rrethi shoqëror nuk e di, po shoqet e ngushta. Pa tjetër që pa. Of course. E di po tyre si thua, edhe Si çu kam thënë ju kur ka pa edhe një mend. Mi u kam një pyetje tjetër. Jo, ato zakonisht ne gocat ju dini që kemi nickname, nuk ai nuk ka si kur mund ta më një ketë emër. nickname një friends with benefits. Vaj, më jepi një emër mashkulli. Jo Berti. Berti nuk ka asnjë përfitimi nga unë. Berti. Sandri. Apo Sandri. Gjoka. Më pëlqen. Ec aty, erdhi ec aty ja. Mirë, okay. Mario. E kisha 3 orë në mendje të emrit dhe sa ta nxirra nga goja nxorë ti me Ljaska, bravo qoftë. E po nxjerr në univers. Univers. Dhe ti një der. Si do ta thërrisje Marion me nickname? Do ta thrisja Miush. Miush. Kish merri tani kot. Po Super Mario, do ta thrisja Superi. Ose Supi. Vjen një nickname Kreative. Super Mario Kërpudha. Ka për Kërpudha? Hipotetikisht, kjo është pyetja e fundit që ne do të mbyllim me këtë. Hipotetikisht, e zëm se ti ke pasur këtë çonin friends with benefits. Në rastin tënd, që ti më ngri, okay, mund ta kesh pjesë të rrethit shoqëror. Si e prezanton me të dashurin? Ti ke lënë këtë, nuk keni më asnjë marrëdhënie bashk. Po pse duhet Ti ta lidhesh? Po pyes, a do e prezantoj dhe si, nëse po? Është filani, është pjesë shok. Nuk ja thua. Jo. Okej. Jo, nuk e bën thua. shumë sens, nuk e kuptoj. Jo, unë as nuk do prezantoja fare. Po tani a tham që është pjesë e grupit. Jo, nëse nëse prezantoja të gjithë kur vitë radha ditë inexistent. E po ky si e ka, kush është ky? Shof, A shef dikë ti aty? Po frimor. Mendoj që nuk e pse Tani ndan fare respekti ka ngel, është mbyll kjo. Mi, okay, respekt, domethënë, pa, qëndron. Se tani ai të lidhet edhe mua thot, kjo ecim nga kjo Jesse. Po për shembull, Thjesht do bini nuk- në një rasti që Nuk të do thojë thonë do ftofesha për, domethënë për respekt partnerit tim, nuk do afrohesha më me Faleminderit. frimorin. Shiko se në thelb jemi shumë mirë me atë që përcjellim, Po pra po. Okej. në thelb po, në Në parime, thelb. në parime po. Në parime, Asaj në praktikë ju e dini vetë si t'ju vinë rasti, situata. Patjetër, dridhni çka ato. Çka keni Mos dhe i vazhdoni bëni mirë në triple vendimet text friends with benefitsave. Për që cilë Po që tuaj t'lini pak mendore. mister pra, më mirë të bija ai mren se të bish ti, po fillon të bë triple text. Aha, hëngra. More edhe ti. Kështu që Qartë. na pak misterios, bëu misterios. Po misterios. Dhe mbyllim? Dhe mbyllim me mister, do e mbyllim me mister. Kush është misteri? Si do bëjmë mister? Misteri nuk tregohet pra. Sa misteri kemi? Mister. Bëjmë me mister? Mbyllim me mister. Mister atëherë. E mbyllim me mister këtë episod. Na bëni subscribe. Kam bërë tani, se keni arrit dhe 200 e sa. Uh. Ju dua. Paci. Natën. Aq. Ándale.